Jemi në studio dhe mysafiri unë sotëm është Ardi Zhuta. Mirë se na erdha Ardi. Mirë se Zhuta, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi për mua. Jeni mirë se ardhur gjithmonë që keni dëshirë. Çdo mëngjes. Çdo ditë, po gjithmonë kam diçka të re për të bërë. Po, kështu që keni çka tregoni. Kur të dal në YouTube kjo se e kam me merak familja ta shoh. Pas ditës të dalë në YouTube. Gjithsesi ne kemi mysafirët tanë këtu të vërtet, në fakt, janë me ne Lidhja e Nxënësve Shqiptar, e kemi në studio Amar Recepin, kryetarin e këtij organizimi, ta quajmë kështu, Mereme Kurtishi dhe Blen Shabani. Mirë se na erdhët. Mirë se gjetëm. Si kaluat rrugës, ishte nxehtë apo? Në taksi, tregoni për taksi, ishte nxehtë apo jo? Po, na doli halkë, shmiri. Emocionet, rika ndoshta Afrika për kamerës e bajnë vetën. Edhe stresin, njërë kur ke stres, po është të dvjem tokët edhe kush e di çfarë temperatura atje. E po s'keni nevojë për stres, tamam. Është bukur ta fillosh mëngjesin në mënyrë tillë. Faleminderit shumë. Ju si organizator rinor, në fakt jeni rikthyer sërish në skenë. Rikthimi juaj ka qenë me atë që keni bërë organizimin e përgjedhjes së nxënësit më të mirë, një organizim që mbahet çdo vit nëse nuk gaboj, dhe kësaj radhe dhe ju jeni bashkëngjitur. Na tregoni rreth kësaj misioni, saj çfarë keni bërë? Hajde kryetari, na faleminderoj për ftesën. Lidhja e Nxënësve Shqiptar është organizatë rinore, e cila në xhirin e saj përfshin më shumë nxënës të shkollave të mesme, kryesisht qytetit Shkupit. Ajo përdor një metodë të re të veprimit, në cilin nxënësit përveç se do të diskutonin për problematika dhe sfidat që përballën gjatë mësimeve, ato do të kenë mundësi që përmes ideve dhe aftësive të tyre kreative që të kontribuojnë edhe në fusha të tjera, të cilin do të ngjallin shpirtin fisnik dhe aktiv që të mund të ndihmojnë në të mirën e përgjithshme. Pra ne synojmë që në xhirin apo rrethin ku veprojmë të shënojmë një kontribut edhe nga nxënësit, pas që një shoqëri do ishte e plot dhe me kuptim vetëm atëherë kur do të përqafonte kontributin e të gjithë shtresave shoqërore. Ndoshta kjo që them është e lehtë për të thënë, por është e vështirë në përgjithësi dhe në të vepruar. Këtë e synoj në sheh. Gjërat të cilat thuhen gjithmonë duken të lehta, edhe kjo paraqitja jonë përpara kamerave duket e lehtë, mirë po nuk është as pak të lehtë. Çdo punë ka vështirësinë dhe të mirën e vet, kështu që pa pas pak vështirë nuk mund të realizohet si duhet dhe bukur, pa të mundu pak. Nuk është ajo kënaqësi e njëjtë. Në 2008-2009, nëse nuk gaboj, është formuar. Ditën e pavarësisë. Po, është formuar Lidhja e Nxënësve Shqiptar, mirë po është riorganizuar sërish sepse nuk është se ka funksionuar, apo jo, dhe se janë të interesuar studentët tani, nxënësit. Ja, ka nxënës të interesuar, mirë po ne mundohemi që sa të pak të ngjallim interesimin edhe të nxënësit. Merem, na trego pak ti për interesimin e nxënësve, duke qenë se e lëvën pak Amarin në mëngjes. Jo, po ne diskutojemi për temën e njëjtë. Vetëm në shqiptar, një kryetar i arshëm është ky, mirë po prej ku dhe si nuk e di. Do ndëgjojmë se shpejt. Mënyra si flet si rrit nuk është. Se lutem. Gjithsesi ne këtu Amarin e kemi kryetar, po edhe dy përfaqësuesit unë dhe Blini këtu jemi për temën njëjtë për Lidhjen e Nxënësve Shqiptar për qëllimin tonë vetëm. Sa i përket interesimit nxënësave, edhe ne vetë jemi nxënës, edhe ne jemi vetë në atë moshën adoleshencës dhe dim se adoleshenca është një ndër periudhat më të vështira, periudha më delikate në jetën e njeriut, dhe pikërisht është aty ajo si ujë, ku të na dërgojnë atje shkojmë. Dhe sigurisht që ndikon familja, ndikon rrethin, ndikon në masë të madhe shoqëria për formimin e personalitetit tonë. Edhe LNSH-ja është një ndër ato mënyrat të si ne të deportojmë të nxënësit dhe ato të drejtojmë drejt një rruge të drejtë, më thënë përveç shkollës, përveç mësimit, angazhimit të tepër në shkollë, të kemë edhe një derë tjetër ku të shkojnë dhe ta derdhin kontributin e tyre për shoqërinë. Pasi që jemi dëshmitar në ditën e sotme motivi i vullneti i nxënësve ka rënë në masë të madhe, dhe pse të mos jemi në LNSH ato të cilët do ngrisim atë vullnetin, do ngrisim motivin që nxënësit të kenë një vend, më thënë të kenë një rrugë ku ta derdhin kontributin e tyre në shoqëri. Edhe pse jemi në moshë të vogël, do të thonë 17-18 vjet, apo mund të themi prej vitit të parë 2-3, po mosha delikate, mosha e rinis, po fillon ajo mosha ku ne piqemi, të themi, e formojmë personalitetin, e formojmë atë karakterin tonë, thonë është mosha ku e fitojmë profesionin, ku e fitojmë atë paraqitjen ndaj të tjerëve, ngritjen intelektuale, nëse jemi në atë nivel, të themi. Edhe LNSH, do të thonë, është një mundësi e tillë.
Në thënë kemi mënyra të ndryshme në atë se si i tërheqim nxënësin, në thënë ti motivojmë. Edhe thashtë, edhe pse jemi në moshë të vogël, mirë po në aktivitetet tona, në organizimet tona jemi të kënaqur nga numri i nxënësve, secili më thonë tërheqa shoqërinë e vet. Përderisa i themi hajde të shkojmë të pim një kafe, mund të thuat të shkojmë në këtë trajnim, të shkojmë në këtë debat, të shkojmë në këtë tribunë apo çfarë do të jetë. Po. Më thonë edhe këto janë mënyra se si ne mund të relaksohemi përveç asaj pjesës serioze, përveç asaj pjesës së debatit. Ajo më thonë të shikojmë se çfarë mund të përfitojmë nga një trajnim që organizon LNSH apo ndonjë organizat tjetër, pasi që një nxënës nëse më thonë ka shkollën, e ka LNSH-n, mirë po nuk është nëse është e lidhja e nxënësve, ne nuk e ndalojmë që ajo të shkojë në organizata të tjera, pasi që nëse shkon, është aq më bukur, më thonë ta pasuron atë veprimtarinë e vet. Po, më thonë ta pasuron atë vetveten, ta pasuron ngritjen intelektuale dhe më thonë të jetë në nivel më të lartë. Ajo është bukur, më thonë të kesh përveç pjesës familjes, kënaqësive familjare, përveç pjesës shkollës, pastaj të kemi edhe atë kontributën në sektorin civil. Pasi që është përveç se është obligative këtu në pjesën e ndërgjegjit, po është edhe vullnetare. Nëse Vazhdo, jo, për pak do vinte këtu dhe do të ishte dhe presherin, vazhdo. këtë atmosferë kemi dhe në mledi. O kuptoj shumë mirë, ju të rinë, se unë i madhi këtu. Gjaxhi Ardi është plakur tashmë. Gjyshi Ardi, jo Gjaxhi. Tamam, gjyshi se atë mosh kam, po. Jo, u kuptoj shumë mirë, se zakonisht kur jemi shoqëri dhe kur njëri flet dhe tjetri shikon se ç'tëjmë kështu. Atje, Apo jo, Vildane, se dhe ne i kemi provu kështu. Është një atmosferë shumë e mirë në mëngjes dhe na kënaqet t'ju them të drejtën. Nuk kam qesh kështu në emision deri tani asnjëherë. po mosha adoleshencës ta. Po, kështu që shikojës dashur, mos të habisini, gjithë shka mund të pritet. Me i rejme, se mirë, të vazhdojmë me Blinin pak. Po, Blini, me qëfar problematikash janë përballë nxënësit, qofsh ti, qoftë edhe ato që kanë ardhur të organizata jo? Ndoshta kjo pyetje do të ishte më e përshtatshme të vlerëson zyrtarët e lartë që janë përgjegjë për arsimin. Ne si nxënës jemi të shqetësuar për diskriminimin që po i bëhet arsimin shqip. Ne fatkeqësisht sot kemi mungesë të literaturave në gjuhën shqipe, gjithashtu problem tjetër është ku degradohet apo ofendohet historia e lavdishme e popullit shqiptar. Degradohet apo ofendohet, dhe me thonë historia e popullit shqiptar, dhe me thonë nuk duhet ngjalli pesimizëm, por kjo është fakt që nuk mohohet. Blen, sa në fakt ju kontribuoni si LNSH, lidhje nxënësve shqiptar, në përmirësimin e kushteve tuaja, duke qenë se fakt mungon literaturë, gjëra të tilla, çfarë ndërmerrni ju? Po, njëkohësisht ne mundohemi me perspektivin tonë dhe duke ndjekur hapat e arsimit cilësor bashkëkohor. Amar, qëfar do të kishë ndërmarrë diçka tjetër Blini, e tregoja të vetën duke përcjell hapat bashkëkohor, do të thotë, çfarë do të kishë propozuar, cila është mënyra më e mirë për si e zgjedhur këtë çështje? Mënyra më e mirë për të zgjedhur këtë çështje, besoj që fillimisht duhet të ndryshojmë tekstet shkollore, të ndryshojmë ato tekstet ku Aliu është çoban ndërsa Bobani është profesor apo mjek, duhet që gabimet ne Mos ketë gabime në të shkruar. Mos ketë gabime në drejtshim fillimisht. Amar, Në drejtën prej ki pa më zemë, ka Aliu mos jetë çoban, Bobani mos jetë Po ashtu është teksti. shif edhe çobanat janë të vlefshëm. Po janë të vlefshëm, ama mos cekan shqiptarët vetëm Mirë, e keni fjalën se në libra janë të prezantuar sikur si të ofendum, jo që çoban është Mirë, ja ku jeni ju dhe do ta dëshmojmë. dëshmojnë qartë se indet. Ama kjo është një situatë kaotike. Në Maqedoninë, jo vetëm pjesa e arsimit, por më themi të gjitha sektori, pjesa e ekonomisë, gjitha pjesat në shtetin e Maqedonisë jemi dëshmitarë ditët e sotme. Jeni shumë të shqetësuar për këtë çështje. Po sigurisht pasi që nesër është ardhmja jonë, nesër do e ndërtojmë ardhmërinë. Nesër ku do studiojmë, nesër ku do mësojmë, nesër ku do punësohemi. Të shpresojmë se Këto janë brengat Besojmë se tonë. ne jemi ai brezi i art që është premtuar ndër shekuj. E pa, hajde me kom të mbarë. që t'i shohim kështu, jo brezi art, po i Revolucion. Katron, revolucion, me i remi a zëdhën se këtë për gjithë shka. Dhe do të flet aty si bilbil, si flet kështu në studio. Amar, me qëfar është marrë LNSH-a diri tani? Na trego pak për Aktivitetet e aktivitetet. LNSH-s deri më sot kanë qenë në frymë të misionit dhe vlerave të cilat i ka promovuar LNSH-a që është në fillim.
Në vite kësaj ne kemi organizuar edhe ditën e hapur për semi-maturantët. Këto i kemi ndihmuar apo i kemi informuar atyre me qëllim që ta kenë më lehtë gjatë përcaktimit të tyre se ku do të zhvillojnë arsimin e mesëm. Dhe kjo gjithashtu ka pas interes të madh prej semi-maturantëve. Njëkohësisht kemi organizuar edhe ditën e hapur për maturantët së bashku me Unionin Studentor Shqiptar, ku maturantët i kemi informuar në lidhje me drejtimet që ofron universitetit apo sfidat me cilat do të ballafaqohen ato në të ardhmen. Me qëllim të ngritjes së vetdijes sonë si nxënës, kemi organizuar edhe trajnime me trajnues profesional, të cilët me teknikat dhe praktikat e ndryshme, ato në kanë ndihmuar që ta ngrisim sadopak vullnetin tonë për punë. Njëkohësisht nuk kanë munguar edhe aktivitetet e lira, me qëllim të njoftimit mes vete apo bisedave të lira që në fund kanë përfunduar me ndonjë aktivitet konkret, por kemi organizuar edhe iftare, kokteje të ndryshme, piknike, dhe si përfundi falemderoj të gjitha ato që na kanë ndihmuar në realizimin e këtyre aktiviteteve. A mund vjet dhe unë atje? Jo. Se ju që Jo, këtë ti këtu kënaqë, je, sidomos Miri. të pjesa e piknikët. Ka për të ngrënë Ushqimit, aty. pse përmend një ushqim se këtu e kemi një njeri me zemën top për ushqimin e që Po, është. burrisha Ah, këtu, Ju si presim. të i përmend flijat. Po, kemi ja. Ja, e shikon se. E në për pikniqen e bëjmë Ja, flia. në fakt është e Shetë mira. ardi flia bëjnë për Paska piknik. fli. Kur i keni piknikun e radhës? Këtë java. Qëtun. Të shtunën. po, mi, Dane këtu shumë je. falinderit. U pa puna. Edhe unë kështu ti argumentoj, ti dëshmoj fjalët e kryetarit, them drejtën, jam viti 4, më thonë vitin e 3 ne e reaktivizum lidhjen e nxënësve shqiptar, Të maturantët kemi ty. po. Edhe kryetari. Çfarë do vishni për Blet? maturë? Se kjo është pita që shqetëson gjithë maturantët. Çfarë do të ishte për maturë, e keni menduar? Mendojmë rreth organizimin një maturë. Po bëjmë ajgare pak. Po thoja. Sepse jemi herët mëngjes tek fillemi pak edhe ne edhe ju. Pak me energji ta fillojmë. Ishe duke treguar diçka Po, të ndërlidhesh me kryetari përmendi aktivitetet e lira, organizimet e LNSH-s, dhe të them drejtën, unë personalisht po flas për përvojën time. Kemi pasur shumë anëtarë të cilët kanë ardhur në LNSH, janë anëtarësuar mirë, por pastaj për shkaqe personale, po për shkaqe X shkaqe, si themi, janë larguar nga LNSH, ndoshta nuk e kanë gjetur në vendin, ndoshta nuk u ka pëlqyer ndonjë veprim i oni. Mirë po, e tregoj atë kënaqësinë time personale, kam një shoqëri të re, pasi që dhe përveç shoqërisë së shkollës kam një shoqëri të re, edhe me të vërtetë kemi pasur kënaqësi kur i kemi përjetuar si ato aktivitetet, më thonë trajnimet, organizimet serioze, pa ashtu edhe ato pjesën e pikniqeve, pjesën e koktejeve. Do të thonë nuk është kur këtu si titull lidhja e nxënësve shqiptarëve, çfarë do bëjnë aty, nuk kam aftësi që atje. Duket pak si më serioze, Të merr kohë, të dalësh për shembull të shtunën prej shtëpie, mirë po kur e mendon se në fund mbledhjes se ke një koktej ku do bisedosh, do relaksosh me shoqërinë, edhe kjo është diçka që ta shton vullnetin për të Për shkuar. atë janë, për të kaluar kohë me shoqëri, me familje, apo kush si me. Po, ama për nxënësit e dalluar është shkon të kontribon diçka për shoqërinë. Çfarë qëllimesh ka lidhja e nxënësve shqiptar dhe si mundoj të arrin qëllimet e veta, ngritjen e vetdijes apo gjëra të tilla? Në fillim kur e reaktivizum, kështu të ja fillu me gjendjen e nxënësve, të bëjmë diçka, shumë na u dukte veti shumë si pasiva, vetëm pjesa e shkollës, me procese fiziologjike, në shtëpi ha ushqim, so, merr librat, shëtit, fiziologji. Ato shka ti kërkon organizmi, nevojat përditshme. Mirë po, duke qenë dëshmitar gjendjes nxënësave dhe neve vetë na lindja ajo prej brenda që ne të fillojmë të bëjmë diçka. Normalisht duke i parë edhe organizatat e tjera, siç kemi shembull të madh kemi pasur në formimin ton apo në reaktivizimin konkretisht, organizatën Unioni Studentor Shqiptar, dhe filluam këto takimin mes neve, fillon që të njoftohemi. Sigurisht, jo shembull të kështu 100%. Fillon takimet tona të parat, edhe problemi, nëse themi jo problemi, për ajo qëllimi kryesor ishte i joni ta definojmë ne se çfarë kemi qëllim dhe atë qëllimin ton t'ja u tregojmë nxënësve që ato t'i motivojmë dhe t'i sillim te ne, t'i tërheqim në një farë mënyre. Kur titulli është lidhja e nxënësve shqiptar, përderisa është lidhja e nxënësve shqiptar, dihet që qëllimi është jeta e një nxënësi, arritjet e një nxënësi. Qëllimi kryesor i organizatës tonë, më thënë pasi që këtu jemi si përfaqësues të kësaj organizate dhe amari kryetari është që të ngrisim vetdijen edukative arsimore të një nxënës. Më thënë të kemi një rrugë që ne të udhëtojmë drejt asaj rruge dhe pasaj të jetë në fund një rrugë e zbukuruar me dije dhe me sukses.
Ajo qëllimi edhe pse në janë kemi në relaksime, kemi atë pjesë mirë, po edhe pjesa e relaksimit e ka atë mënyrën e veç që ne të njemi në mes veti dhe t'i ndajmë ideat tona. Edhe pse kur kemi atë mënyrën për përmirësimin e teksteve, për përmirësimin e gjërave kaotike në Maqedoni, ndoshta nuk kemi edhe aq shumë shpresa, sepse mendojmë se jemi të pafuqishëm përballë këtij uragani maqedon. Mirë po, nesërisht e kemi atë motivin, e kemi vullnetin dhe besojmë se do ndryshojmë një ditë. Si është bashkëpunimi mes nxënësve? Do me thënë, zakonisht në për organizata pa dashur ti përkufizoj janë atë nxënësit pak më të urtë, që mësojnë në tepër e kështu. Kanë nga ato problematike që futen apo ato miren me këto pjesët më të mëdha që si këtë jatë? Mënyra se si ne i motivon, mënyra se si ne i tërheqim nxënësat në lidhje në nxënësve shqiptar në organizatën tonë është përmes shoqërisë. Për shembull, unë jam antare kësaj organizate, atje do t'i informoj shoqet e klasës, apo të shkollësime, më thonë është një organizatë ku bojnë organizime të nxënësve për zhvillimin, për ngritjen e vedisë edukative arsimore, dhe në një farë mënyrë ato bashkë me mua, apo edhe Amari Blini me shoqërinë e tyre do i thirren, edhe sigurisht që unë të gjithë shoqe nuk i kam si vetja, apo të gjithë shoqe nuk i kam me sukses të shkëlqyer, kam edhe shoqe si themi, më pak, më thënë, mentalitetet të ndryshme, karakterit të ndryshme, karakter humoristik, karakter serios, mirë po ati është një kombinim i nxënësve, dhe për shkak ka edhe emri, lidhja e nxënësve shqiptar. Lidhja e nxënësve shqiptar. Nuk është një mbledhje e bukur, edhe ne këtu gjithë e dim, fillon kryetari mbledhjen në mënyrë serioze, dhe qysh krinë në mënyrë formale, rikëm amikam, baj staf mbledhjesh. Është e bukur ku një nxënës për aty në fund të mbledhjes se thon një shaka dhe plasës së qeshur të gjithë antarët. Në thënë, kështu e keni ju. Kështu, kjo është esenca e kënjë... Po, 78 vjetë. Po. Blini, si e futur ti te organizata, prej fillim ose në vazhdim? Po, jam futur prej fillim duke dashur edhe Amare Ceke kemi marrë një iniciativë për vedijen dhe ngritjes e arsimit shqiptar. Do të thënë edhe ti ke qenë pjesë e formimit. Amari si kryetar, sa e vështirë është ta menaxhosh një mbledhje me gjithë këto të rinj që çfarë torture heqti atje? Vetë shpirti e me ditë çfarë. E ka torturën se e përsërit fjalën ndoshta 10 herë. Amar, atë shumë torturojnë, apo çka ashtu? Shef, me duke pas me remi la, për atë? Mund ta marrë me hazë me remi. Kontinojnë me dyqysh ashtu. Po dhe ti një kjo vjetë, po mirë, është mirë për ndihmoj dyqysh në marë. Ndë një situatë së kleqme, edhe me shohish me remi, di që kjo del të gjinde, do të flet diçka, do të del diçka. Ti bën një shenjë diçka, ti tregoj që vazhdo se mejtë. Po, definitivisht unë jam shumë e lumtur që kemi një femër si me remi. Një vajzë kaq shtrej, kaq të zgjuar, dhe me kaq shumë fjalor të pasur, definitivisht e jam. Jemi krenar që është pjesë. Me remet kemi shumë vajza të reja si të. Faleminderit shumë. Tash edhe pse është viti 4 pak po mërzit me se do largohet. Jo, kjo do të rije prapa, kjo është mësë mërzit. Apo me remet në të pilejsh. Do jem unë atje në kryet të mbledhjes. Njatë, do të keni atë. Delegacioni studentave në lidhje në nxënësve Kjo shqiptar. delegacion, ashtu është njerë nivelin e ngrit, njerë në shkallë. Sigurisht, kjo është faza më e vështirë, pasi që ne do t'i gjejmë nxënësat të cilët do e vazhdojnë atë rrugën tonë. Vetë se i kemi gjetë. Po, me tërheqjen e viteve të para, viteve të dyta, në thënë ato që do kenë kohë të mire me aktivitete, kjo është problemi për shkak se u ka ndalë lidhja e nxënësve shqiptar për 7-8 vite me radhë. Sepse nuk kanë mund ta vazhdon dikush tjetër për shkak ndoshta s'kan mund që ti gjejnë njerëzit adekuat për vazhdimin e kësaj rruge dhe kanë ngelur ashtu e shuar, mirë po gjithë dokumentacione, gjithë ajo statusi janë në rregull dhe për këtë kemi pasur ne pak më lehtë se të formosh një organizatë qeveritare prej në start, prej është nuk është e pamundshme, mirë po është e vështirë. Ka procedura të gjata, mirë po ne kemi pasur ashtu të lehtë të gjithë dokumentacioni gati, vetëm e kemi reaktivizuar. Puna jon ka qenë gjithë e nxënësve dhe njoftimin mes vetë dhe vetëm t'ja fillojmë, ta bëjmë një bum. Tash keni lënë edhe për Po, tjetër. tash e fundit që vjen ati nga lidhja e nxënësve shqiptar, është një dokumentar në fakt i përgatitur. Çfarë ofron ky dokumentar? Çfarë do të sjellë? Dokumentari do të lancohet së shpejti. Ky dokumentar do të tregon se çka është lënë sheku, saktësisht disa nxënës do të japin disa fjali motivuese ku nxënësi shqiptar përveç angazhimit vullnetar duhet ta ushqejë shpirtin me aktivitete vullnetare duke kontribuar për të mirën dhe shoqërisë. Do të thënë është një klip me kështu mesazhe. Po, mesazhe motivuese. Keni filluar xhirime gjëra se normalisht. Kemi mbaruar. Keni mbaruar tash në pjesën e Ne këtu kemi ardhur të gatshëm.
Ju keni, po mund ta jepshim dhe premier këtu, po nuk është gati. Është në përgatitje. Jo, kur do t'jetë kredi gati, do të vjen Miremja ose Amari ose Eblini ose që të tretë bashkë kështu. Prapë ta kemi një mëngjes të tillë, një mëngjes që definitivisht unë kam qenë shumë, jam atë shumë mirë. Te dokumentari desha së diçka, për organizimin e aktiviteteve, se cilin nxënës e ka një inspirim. Për shembull, nëse unë merrem me art ose nëse unë merrem me letërsi, dhe dua ta bëj një ashtu aktivitet. Për shembull, e kam një aftësi apo e kam një inspirim dhe atë ide e shpreh dhe normalisht ideja kalon te kryetari, kalon te çdo antar tjetër. Ndërsa te dokumentari ishte për lidhjen e nxënësve shqiptar, të tregojmë se çfarë në fakt është lidhja e nxënësve. Kemi paragjykime të shumta. Për çdo send ka paragjykime, mirë po këtu te ne ishte pak lidhja e nxënësve shqiptar, kështu e ngjyrosur me politikë dhe dyqysh na umblefos ajo mbrenësia neve se si ne për shembull nxënësit do të ngjyrosemi me fjalën politik. Kush jemi ne të merremi me politikë, apo kush është politika të depërton të ne. Ndoshta në moshë më të madhe do ta kemi mundësinë të qasemi në politikë në mënyrë pozitive, jo t'i them në mënyrë negative, mirë po, në lidhja e nxënësve shqiptar, titulli i nxënës me titullin politik, ju lutem ato kështu para kamerave, kush janë para televizorëve, të më shkruan dhe të më shpjegon çka ka lidhje nxënësi me politikën. Kështu e kërkoj një shpjegim si një nxënës e vitit 4 që jam dhe çdo antar tjetër i lidhjes së nxënësve shqiptar. Dhe ky është inspirimi jon për përgatitjen e këtij dokumentari dhe po është edhe qëllimi i lidhjes së nxënësve shqiptar. Ju lutem ne e kemi atë pjesën tonë që duam të punojmë dhe jo çdo gjë mund të lidhet me politikën. Unë do shtoja një duar trokitje te kjo pjesë, se me të vërtetë ishte mrekullueshme, pa fjalë, ja, po mundon të shtoj diçka. Po, ardi hiç asgjë më stolet, lera le maç. Ishte shumë e bukur. Çfarë planifikon lidhja e nxënësve shqiptar për këtë vit? Tashmë jemi në gjysmë viti, jo, nuk është gjysmë vit sapo ka filluar 2 muaj ka shku, edhe 2 muaj dhe a keni marrë pesa gjysmë vjetori ju edhe ju? 10. Me 10 që i keni. Blini pas ka ashtu, apo jo? Dhe gjitha 10. Blini për flokt e ka një not ma shumë. 20 që Blinit. Para fillimit vitit shkollor, do të thënë para gjatë pushimit veror, ne kemi së bashku me Kuvendin e LNSH-s kuptohet, kemi hartuar programin vjetor, njëkohësisht edhe mënyrën se si do të realizojmë këto. Në vijat e trashta çfarë mund të përmendim ne sot është vazhdimi i trajnimeve me qëllim të ngritjes së vetdijes sonë. Kemi edhe manifestimin me rastin e ditës së flamurit. Desha ta cek se ky manifestim mbar 2 vlera për ne. Vlera e parë është kuptohet se është dita e pavarësisë së Shqipërisë dhe vlera e dytë është se është edhe përvjetori i 7 i lidhjes së nxënësve shqiptar, si dhe takimet e lira që bëhen me nxënësit me qëllim që të njoftojmë me qëllimet dhe idetë të cilat i ka lidhja e nxënësve shqiptar, si dhe mundësia e organizimit të një kuizi në nivel nacional të shtetit. Kjo duket sfiduese. Po, edhe ne jemi këtu të përcjellim prej afër këtë evente dhe shpresoj që nuk do të dorëzoheni, nuk do të ndaleni dhe do të vazhdoni të jeni asnjëherë nuk është mjaftueshme. Kaq aktiv. Do të mundojmë shku deri maksimum. Kaq të zgjut. Asnjëherë s'është mjaftueshme mirë ata. Merrem çfarë të kishe dashur të porosisësh ndoshta moshatarët tua. Moshatarët, gjithë ato që po na ndjekin, pavarësisht sfidave, pavarësisht vështirësive, pavarësisht pengesave, pavarësisht therrave në rrugën tonë, të vazhdojmë. Sepse ne mund t'i arrijmë, ne mundemi. Jep. Unë kisha dashur një mesazh, që shikuese po pikërisht ose poshtë bashkëmoshatarëve tanë, që të kyqen sa më shumë në këto organizime që të bëhen për të mirën e shoqërisë, se vetëm kështu mundet që ta vazhdojmë elanin e filluar. Kisha dashur të bëhen pak më aktive, ta lënë atë pjesën pasive, se ndoshta me të vërtetë me të vërtetë pas vështirësisë vjen lehtësimi. Ato çdo punë e vështirë, kur mbaron me sukses, t'jep kënaqësinë e vet apo jo. Mos kemi lënë diçka pa përmendur, ndoshta ndonjë pyetje që se kemi parashtuar dhe diçka që ju doni të thoni të tregoni? Doja të pyes diçka unë në fakt si për fund profesorët apo arsimtarët, se jam bashkëpunues me ju edhe si do të thënë a koordinoni bashkë me ato për aktivitet ose për gjë? Apo u ndërpresin o bëjnë ferë punë? Jo, sigurisht.
Kemi aktivitete ku seriozisht më thonë kemi nevojë për konsultim me profesorët siç e përmendi kryetari për trajnimet, pasi që edhe trajnimet janë vetë nga profesorët, pasi që ato janë njerëzit adekuat që duhet ta përcjellin ato njohuri, dituri nga ana e tyre që i kanë fituar për me përpara dhe të gjeneratës e re pikërisht ne. Dhe sigurisht që bashkëpunimi me profesorë, bashkëpunimi me organizatat e tjera janë të pamohshme. Dhe sigurisht jo vetëm për pjesën e trajnimeve që të vinë profesorët dhe të na trajnojnë neve apo të na këshillojnë, të na udhëheqin, mirë po edhe për pjesën e këshillimit kështu jashtë aktiviteteve. Nëse kemi një aktivitet i themi siç është kjo kuizi siç e përmendi kryetari, ne sigurisht që kemi nevojë për konsultime me profesor, pasi që ato janë ato të cilët neve do na drejtojnë, do na orientojnë në atë rrugën e duhur dhe mënyrën më të mirë se si ne mund ta bëjmë atë aktivitet apo ne si ta bëjmë atë rrugë, pasi që jemi ende të ri, jemi ende të vegjël, si themi ashtu në thojza. Mirë, edhe nuk është negative, do të thënë ashtu të veprojmë shumë shpejt, të veprojmë me mendje të nxehtë. Sigurisht që profesorët janë njerëzit më adekuat, janë njerëzit më të duhur, na këshillojnë, domethënë mënyrën më të mirë se si ta bëjmë, edhe cila është më e mira dhe si mund ta bëjmë ne ato. Normal, dhe me thënë keni bashkëpunim të vazhdueshëm. Një bisedë shumë e këndshme kjo me mëngjesati. Unë nuk naqa. Edhe unë e shijova shumë. Jeni të tretë shumë të mirë, nuk dyshoj që të gjithë që janë pjesë e juaj, edhe të gjithë nxënësit i kemi të mirë ardhe dhe janë dukat. Dhe jemi me fat që i kemi. I faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj, do shihemi sërish me dokumentarin që do ta sjellni dhe do ta shfaqim tek shikuesit tanë. Keni të ftuar që tani, vetëm mjafton të na tregoni 3-4 ditë më herët që është gati në mënyrë që ta rezervojmë ditën. Faleminderit, është nder dhe privilegj i veçantë për ne të jemi këtu si pjesë e misionit tuaj, Privilegji është joni, si përfaqësues të lidhjes së nxënësve shqiptar. Ju vi falenderojmë që pranuat ftesën. Faleminderit. Dashur miq, le ndjekim një promo të asaj se çfarë përmban televizion një pas kësaj bisede të cilën e kam shijuar në maksimum, e kemi shijuar. Se do nuk nas. Dhe kthehemi pas pak.